SBA dhe Mbretëria e Bashkuar njoftoi një marrëveshje tregtare që Trumpi tha se do të çimentojë marrëdhënien e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe Britania njoftuan një marrëveshje tregtare të ejtën që do zogloj barën e tarifave gjithëpërfshirëse të presidentit Donald Trump, duke dhënë një fitore politike kryeministit të Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, të cilën Trumpi mund ta përdorë gjithashtu për të vërtetuar qasjen e tij të trazuar ndaj ekonomisë ndërkombëtare. Trump postoi në platformën Truth Social se marrëveshja do të jetë e plotë dhe gjithëpërfshirëse. Detaje u dhanë më tej gjatë bashkëbisedimit telefonik në sy të kamera midis kryeministrit dhe presidentit Trump. Presidenti i Shtetit Bashkuara foli nga zyra ovale në orën 10:30, ndërsa Starmer do bëjë njoftimin pikërisht pas këtij takimi. Është marrëveshja e parë dypaqe tregtare që kur Trump filloi përpjekjet e tij për të riorganizuar ekonominë globale, ai tha se janë përpjekur të presidentë të tjerë në 20 vite të arrijnë një marrëveshje të tillë, por se kanë arritur. Presidenti republikan njoftoi fillimisht tarifa gjithëpërfshirëse me 2 prillit, pastaj u tëroi që javë më vonë njoftoi se administrata do kërkonte marrëveshje individuale. Nuk janë rritur marrëveshje të reja përfshirë Kanadan, Meksikën dhe Kinën. Trump ka lënë në fuqi tarifat më të larta ndaj Kinës, megjithatë ai tha se po zhvillohen në Zvicër takime me Pekinin. Gjatë fundjavës do të ketë një raund fillestar bisedimesh tregtare.